Jemi në Spaq këtu në mes të protestuesve të minjerës Spaqit. Minator dhe është Berdi. Berdi e ka nisi pari kryesor, kam bisedu me Berdin dhe e di thelbin e saj. Do më dita e sa u bë? Tani për ne është dita 12, që nga data 7 e këtej jemi këtu në PS. Tani, a ka ndryshu gjoha? Mendon që ka ndryshu dhe ka dhënë efekt deri tani, apo nuk ka lëvizje fare? Deri tani për hir të vërtetës, kanë ardhur njerëz na kanë mbështet, janë munduar me negociu, por asnjë negociat deri tani. Me sa kemi thënë nga presidenti i Konfederatës së Sindikatëve, zoti Kol Nikola, është lënë një takim në Ministrinë e Punës dhe Inovacionit, si quhet ajo, për ndërmjetësim. Më taku dy palë. Të shohim si do vijojë. Nëse nuk do ketë përparim, kjo punë ne do përshkallëzohemi deri në grevuri, deri në flim. Sepse këto janë drejtat tona. Po, e qartë. Unë pash Gjin Gjorin këtu. Dhe Gjini ka bëu dhe kontakt, deputeti, ka bëu kontakt me drejtuese e kompanisë këtu. Mu duk, domethënë, një gjë sikur ka paktën për të sa do pak nga i ngërshi që është krijuar në mes ju edhe drejtuesve. Tani me sa na tha deputeti, ata kanë paraqitur po të njëjtat pretendime, vetëm se Konfederata nuk është konform ligjit dhe është e paligjshme, sikur Kresh Shqipëria e ka marrë vesh sot se Konfederata është e paligjshme. Ky ju ka thënë që unë jam edhe jurist, i di ligjet, ju nuk mund të pretendoni qoftë edhe i grup pas sindikat, ai mund të aderojnë edhe në dy sindikata njëkohësisht, e tjera, gjëra kësaj natyre, jo ka shpjeguar edhe ligjërisht si jurist si gjyqtar. Dhe ata thonë kemi lënë një takim, po tash ato janë tu kopsit dosje budalliqe këtu punë e vetë. Okej, nga kush kërkoni tani? Nga kush kërkoni ndihmë tani? Se shikoj, me thënë drejtën, unë kam menduar që do të ketë një mbështetje. Tani mbështetje vetëm me llafe nuk mund të jetë. Domethënë njerëz që të vinë, mund të jetë një grevë që të themi më kolektive, domethënë. Të ketë edhe njerëzit, edhe shoqëria civile dhe të tjerë me radhë. Shoh që ju, ju një këmbgulës, i keni ne deri tani, por nuk është një mbështetje e madhe komunitare. Tani ne i kemi bën thirrje gjithë që të na mbështesë, se ne shqiptar jemi, shtetas lirë të veni. Këto minatorë që janë këtu, mbajnë mbi gjysmën e familjeve të Mirditës me bukë. Dhe unë se di si do bën zgjedhje nëse këta do të flakën. Përpasë kam thënë një gjë, që për shembull nga Repsi janë rreth 30 vet këtu. Kuptojmë edhe një gjë, domethënë çfarë ndodh se unë do të flas një realitet të madh. Në Mirditë sot nuk ka një kazëm punësh publike askund, domethënë nuk ka një të punësuar askund. Është vetëm kjo minjerë që është, po them, e mban Repsin, mban dhe pjesë fshatër më radh. Dhe mendoj tani të hiqë edhe kjo. Të hiqin edhe këta punëtorë. Pra ky është një problem vërtet i madh. Duhet marrë në konsiderat fakti se kjo çon dhe në zhbërjen e Mirditës. I farë zhbërja nuk është një term kështu filozofik. Është konkret. Njeriu që nuk gjen vend pune do hiqet, do zhduket prej këtu. Normalisht do largohet. Dhe ka këtu nga ata njerëz që i ka zënë Teksirati në kuptimin e mirë fjalës, se Teksirati nuk është thjesht vendin tan, po i ka zënë Teksirati se kanë pjesë, kanë detyrime familjare se natën pa hanë largohen. Dhe e dyta, kemi dhe një gjë tjetër. Berdi për shembull, sa kohë ke punuar me njerëti në to? Unë në to kam punuar që në partisë punës. Kam punuar në Kulme, pjesë ndërmuesi, kam punuar në një sektor që ka qenë Hortollës në Kunor, kam punuar këtu në Gurs, kam punuar dhe vazhdoj e punoj tani në demokraci këtu. Pra, mas emigracionit kuptohet se ne një minator i specializuar. Unë jam edhe teknik i mesim. Po. Teknik i mesim shfrytëzimi, marrë në Rubik, në 83-shën kam marrë shkollë. Është ditë shiu, në fakt kam marrë për një aktivitet tjetër, por u ndala këtu dhe duhet të kumtoj disa gjëra. Spari, që ka lidhje me një protestë, nuk e kisha menduar kurrë që në këtë vend ku ka qenë burgu i Spaqit, si për ironi të fatit dhe aktiviteti që bëhet poshtë, bëhet ke muzeu i Spaqit, që është një rënoj dhe as vlerë një muzeu për fat keq nuk e ka, por janë disa njerëz vullnet mirë që përbëjnë ndonjë gjë të bukur, ndonjë gjë që të ketë efektit muzeale për ta rikujtuar atë çfarë ka ndodhur në këtë vend. Dhe është një aktivitet për te maskave. Këtu ku ka qenë gulagu shqiptar. Dhe kur nuk e kisha menduar që do vi të shoh një protestë pas kaq vitesh, pra në vitin 2025. Revolta e parë është 1973. 1973 u bë për fat keq duke heq paralele pikërisht për atë çfarë nuk ju plotësu atë kohë dhe u shtyp me dhunë
pikërisht revolta e Spaqit dhe pati gjykime, pati edhe pushkatime e tjerë me radhë. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe. Dhe të vinë të trull dhe të gjejë sot një protest është e pa justifikueshme. Nuk do të kishte shku puna tek një protest. Sepse miniera e Spaqit, koncesionari Teta Albania, në mendimin tim duhet kishte një sentiment të shtuar se ku është duke punuar. Pikërisht në një vend ku dhimbja njerëzore është nga dhimbjet më të forta në gjithë Evropën e lindjes. Pra përndryshe i quajtur si gulagu shqiptar. Kështu që në mënyrë më kategorike nuk duhet të shtohej dhe nuk duhet të prekej më, të vazhdonte kjo dhimbje, se është dhimbje punëtorëve kjo. E këtyre njerëzve, këta nuk janë për luks, ja ti shohësh gjitha, punojnë në thellësitë e Nën Tokës. A shumë e dhimbje të sjellësh çësje paralele në mes dhimbjeve të vitit 1973 dhe për vitet tëra se çfarë ndodhi këtu në gulagun shqiptar, dhe të vish në 2025 një sistem demokratik. Pikërisht këtu, për shembull, që gjëja më shëmtuar ka qenë ballafaqimi i policisë me grevistët. Është pa tolerueshme. Ballafaqim me këta, me njerëzit e Nën Tokës. Për çfarë? Ti kapish për rreca njerëzit e Nën Tokës. Çfarë kërkojnë ata? Se kërkojnë sindikatën. Kërkojnë kushte më të mira pune. Kërkojnë të trajtohen ashtu siç duhet një punëtor shqiptar. Siç trajtohet në çdo vend të botës. Minatorët janë njerëz që trajtohen më me kujdes në çdo vend të botës. Të gjë kanë kërkuar dhe këtu. Edhe për ta mbyll, unë du të bëj një apel grupit deputetëve me emra. Zotit Ulcimania, që është edhe kryetari i komisionit të ligjeve, që është shumë i rëndësishëm. Po ashtu zotit Agron Xhekmargaj, Gjin Gjoni që ishte këtu, Admirit, Eldës, Kastriotit, Ermalit, grupi deputetëve të Lezhës, qarkut Lezhës, jeni zgjedhur për këtë punë. Dhe në mendimin tim ju do të kërkoni interpelancë në parlamentin shqiptar. Jo të diskutohet më për të bërë një sindikat, që është gjëja më minimale një sistem demokratik të ketë sindikat. Jo, nuk është thjesht kjo, por për të futur më thellë problemit. Më thellë ka të bëjë me koncesionet. Si janë dhënë koncesionet dhe si veprohet Shqipëria me koncesionet. Si ka mundësi që gjitha kompanitë koncesionare në Shqipëri, të paktën kaq informacion se ka mund askund, nuk e kanë dëshirë fare sindikatën. Po nuk mund vish të bash në këtë mënyrë, domethënë, të shish lamin ti në territorin shqiptar dhe të mos lejosh punëtorinë që të organizohet. Që është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, koncesionet, marrëveshjet, është parlamenti që i ka miratuar. Tu nuk mund të jetë pronar, vërtet ka koncesion, nuk mund të jetë pronar as një kompani, as turke, as gjermane, as amerikane, as italiane. Sepse pronar është shteti shqiptar. Dhe shteti shqiptar ka detyrim ndaj punonjësve vetë, ndaj qytetarëve vetë. Unë jam për të zhvilluar investime, të ketë investime sa më shumë. Shqipëria ka nevojë për investime, por nuk ka nevojë për investime që shtypin punëtorët. Dhe kjo nuk është normale. Atëherë, në mendimin tim, të gjitha marrëveshjet duhet të vinë në filtr, në një filtr ku të shikohet dhe sidomos deputetët kanë mundësi që të ndikojnë për të parë se çfarë ka ndodhur me koncesionet dhe si zbatohen atë marrëveshjet kur ngrenë dorën në parlament për të miratuar një marrëveshje ose për ratifikuar një marrëveshje tjetër. Edhe një herë, po e bëj apelin grupit deputetëve. Nuk është puna thjesht me ardhmë, me bë politikë, me radhë, këtu s'ka më politikë me këto njerëz, cilët punojnë atje 2000 metra, 3000 metra nën tokë. Por të vinë për zgjidh problemin, t'i ulin, është e mundshme. Grupi i deputetëve është qeveria e kësaj zone. Absolutisht është qeveria e kësaj zone dhe duhet ta ndihmojnë të njerëzit që janë këtu, që ti nxjerr nga ky ngërsh. Mos rrinë këtu edhe në shije dhe kështu tash sa kohë që po edhe të shkojnë drejt grevës së urisë. Është e tufshme që mu këtu ku ka qenë burgu i Spaqit ketë një grevë urie. Grevë urie ka pas vetëm para vitit 90. Ata që nuk pranonin me punu e tjerë me radhë dhe merrin pasaj dënime pa fund. Nuk mund ndodhë në një sistem demokratik dhe këtu në Spaq. Edhe herë uroj që problemit zgjidhet, por uroj që të lëviz i gjithë grupi deputetëve, të bëhen bashkë, nuk ka ma majtas apo djathas. Tu ka për të parë këta njerëz që janë nevojtar dhe janë në vështirësinë më të madhe sot të jetesës. Dhe është për të parë Mirdita. Mirdita nuk shihet me dokra folklorike, por shihet me zgjidhje konkrete. Uroj që më shpejt të zgjidhet problemi i minatorëve të Spaqit. Këtu nga miniera Spaqit.